Ne duam të ndërtojmë një mekanizëm që do të funksionojë shpejt, me efikasitet dhe pa kompromis, ka deklaruar kryeministri Hristian Mickoski në mbledhjen konstituive të trupit ndërresorial për koordinimin e aktiviteteve kundër korrupsionit. Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të mos heshtin dhe të raportojnë korrupsionin. Fatkeqësisht, vitet e fundit kemi parë se si korrupsioni gërryen në heshtje, por në mënyrë të vazhdueshme besimin, si të qytetarët ashtu dhe të institucionet, procedura gjyqësore që zgjasin me vite, akuza që nuk përfundojnë kurrë me vendime, hetimet që hapen vetëm kur bën sension mediatik. Prandaj i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, mediave, sektorit jo qeveritar, biznesit, që të jenë pjesë e këtij procesi, për të raportuar, për të reaguar, le të mos heshtin. Ne do të ndërtojmë një sistem ku funksioni do të thosh shërbim, jo privilegj. Ambasadori i BE-s në Shkup Mihalis Rokas tha se korrupsioni vazhdon të jetë sfidë për Maqedoninë e Veriut. Ai kujtoi se në raportin e BE-s për progresin e vendit në vitin 2024 është shprehur breng për punën e Këshillit Gjyqësor dhe gjykatave. Prandaj theksoi se presin që Këshilli Gjyqësor të ketë mandat të pavarur dhe se RMV ka nevojë për progres më të madh për të përmirësuar sundimin e ligjit. Korrupsioni vazhdon të jetë një sfidë për Maqedoninë e Veriut, i cili është futur thellë në porët e shoqërisë dhe qytetarëve. Ka kohë të gjatë që qytetarët edhe spektri politik thonë që korrupsioni shumë shpejt po zhduket, por në praktik shumë pak ka ndryshime. Ne duhet të shohim ndryshime, edhe ato ndryshime të përshpejtuara në luftën kundër korrupsionit, me qëllim që të kemi bazë për reformat e vendosura. Zëvendës kryeministri ngarkuar për politikat të qeverisjes Mir Arben Fetai tha se si qeveri e re kanë trashëguar një sistem të korruptuar deri në palc, ku ligjet janë shkelur dhe askush nuk ka mbajtur përgjegjësi. Korrupsioni nuk është vetëm problem administrativ, ajo është emergjencë nacionale. Ambasadori Ageler e ka thënë disa herë qartë dhe zëshëm, dhe unë pajtohem me konstatimin, Maqedonia e Veriut ka vuajtur nga një epidemi korrupsioni deri më tani. Këtë e shohim çdo ditë në rrugët tona të rënuara, në infrastrukturën spitalore të shkatruar, në arsimin e degraduar, në mjerimin që ka detyruar të rinjt dhe fuqinë tonë të kualifikuar punëtore që të ikin nga vendi. Korrupsioni është pengesa më e madhe për zhvillimin dhe të ardhmen në një kombi. Prandaj qëndrimi im është një luftë ashpër dhe pa kompromis, tha kryeministri Hristian Mickoski.